Deputetja e Partisë Socialiste dhe kandidatja e PS në qarkun e Shkodrës, Edona Bilali, ka nisur takimet në rrugët e qytetit me banorë dhe biznese përgjatë zonës së Parucës dhe lagjes Xhabie. Ajo ka marrë mbështetjen e banorëve duke vlerësuar vëmendjen e qeverisë shqiptare drejt Shkodrës, por dhe kontributin e saj si zënj Shkodrës në parlament. Pavarësisht se unë kam aktivitet privat, nuk kam lidhje kështu interesa gjana, vetëm dëshira jeme është si shoh Shkodrën sa që ashtu ecë përpara, me vazhdu gjithmonë se kena me të mbrapa. Merci, bëni. Jo, falenderoj shumë. Kam 5 arsye. E ki 5 arsye, Okej. Që me shumë majsi. Para që jeni hapur në ideve tjerve, e besueshme të që thoni dhe veproni, kreative, duke sjellë ide të reja inovative, e përkushtume për me gjitha përmirësinë që përcjellni me mbështet biznesin në qytetin e Shkodrës. Nuk duhet me njohë ngadalësim, vlen çdo votë për mos me ngadalësu punët e mira për Shkodrën. Kena bë për 2 vjet, atë që duhet ishte bën 30 vjet. Por ka shumë më shumë për të bërë dhe ka shumë nevoja Shkodra për me marrë atë që i takon. Kështu vazhdo që jeni mirë, dhe them që jeni rrugë morën. E rëndësishme është marrë investime në Shkodër. Deputetja Edona Bilali gjatë takimeve me banorë u shpreh se 11 maj është dita e vendimit dhe vazhdimit të vëmendjes për Shkodrën nëpërmjet votës në numrin 5.